Sot nuk është vetëm fest, është reflektim, është falje, është kthim të e vërteta jonë. Zemra që jep është gjithmonë më e pasur se sa dora që merr. Në këtë ditë shenjtë, le të falim gjithë ata që nuk na kërkuan kur falje dhe të jena dritë për ata që na lanë në errësirë. Sepse njeriu i fortë nuk është ai që fiton mbi të tjerë, por ai që fiton mbi vetveten. Bajrami na mëson diçka thjesht por edhe të madhe. Nuk ka paqe në botë pa paqe në shpirt. Le të mos jetë kjo vetëm i diturimi, por një fillim ndryshimi. Sot zgjidhni që t'jepni më shumë se sa merrni, t'jeni më të mirë se sa dje, dhe t'jeni arsyeja se pse dikush beson akoma mirësi. Sepse në fund nuk do të na kujtojnë për atë që morëm nga jeta, por për atë që lam zemrat e tjerëve. Gëzuar Bajramin, paqen në zemrat tuaja dhe bekimin në çdo hap të jetës tuaj. Sot nuk është vetëm fest, është reflektim, është falje, është kthim të e vërteta jonë. Zemra që jep është gjithmonë më e pasur se sa dora që merr. Në këtë ditë shenjtë, le të falim gjithë ata që nuk na kërkuan kur falje dhe të jena dritë për ata që na lanë në errësirë. Sepse njeriu i fortë nuk është ai që fiton mbi të tjerë, por ai që fiton mbi vetveten. Bajrami na mëson diçka thjesht por edhe të madhe. Nuk ka paqe në botë pa paqe në shpirt. Le të mos jetë kjo vetëm i diturimi, por një fillim ndryshimi. Sot zgjidhni që t'jepni më shumë se sa merrni, t'jeni më të mirë se sa dje, dhe t'jeni arsyeja se pse dikush beson akoma mirësi. Sepse në fund nuk do të na kujtojnë për atë që morëm nga jeta, por për atë që lam zemrat e tjerëve. Gëzuar Bajramin, paqen në zemrat tuaja dhe bekimin në çdo hap të jetës tuaj. Stafi i të personazh i uron të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fitër Bajramin begati harmoni paqe për kedo dhe kudo ne për botë Zoti është i madh na bekofte dhe na mbrofte nga çdo energji negative. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.